Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati deklaron se kriza politike në Shqipëri është një stres test i drejtësisë. Në një intervistë për Kohë Ditore, i pyetur mbi zhvillimet politike edhe në vendet e rajonit si Bosnjë, Kosovë, Maltëzi e Serbi, Bushati thotë se gjithkund vjet re një rezistencë ndaj forcimit të shtetit ligjor. Në Shqipëri është në thelb produkt i frikës nga ndryshimi që pritet të ndodhë për shkak të zbatimit të reformës në drejtësi. Çdo krahasim i këtyre situatave do të ishte i mangët, por gjithsesi ka një fill që i përshkon të gjitha. Është ajo që unë kam cilësuar stres testi i drejtësisë, sepse në forma e mënyra të ndryshme gjithkund vjet re një rezistencë ndaj veprimit të drejtësisë, forcimit të shtetit ligjor. Gjithkush e kupton se problemi real për PD-n nuk janë zgjedhjet, por frika nga drejtësia. Dyshja Berisha Basha ka marrë peng zbatimin e reformës në kundërshtim me atë që kërkojnë 93% e shqiptarëve. Bushati ka folur edhe mbi ndikimin rus në rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke theksuar se projekti evropian duhet të jetë më i shpejtë. Ne mendojmë se Rusia nuk është e nuk mund të jetë kurse si alternative besueshme për askënd në rajon. Ne nuk besojmë se ndokush në rajon është aq naiv sa të joshet nga jashtë quajtura ofertë ruse përkundrejt asaj që ofron procesi euroatlantik. Në çdo rrethan, kjo nuk është e nuk do të jetë ndonjëherë zgjedhja jonë. Prandaj është shumë e rëndësishme që projekti evropian të jetë më dinamik, më konkret dhe i shpejtë e më rezultativ. I pyetur për të ashtuquajturën Shqipëria e Madhe, ministri Bushati shpreh se kjo ide është pjellë e frikës së bartur historikisht nga të tjerë. Ndërsa lidhur me zgjedhjet në Kosovë, Bushati uron që të prodhojë një zgjidhje që do të ndihmojë Kosovën të ecë më shpejt në rrugën e afrimit me Bashkimin Evropian.